Agjencia për Ushqim dhe Veterinari ka intensifikuar mbikëqyrjen në terren për praninë e virusit të etheve të Nilit Perëndimor të shpendët, pasi nga mosat e testuara deri më tani janë konfirmuar 2 rezultate pozitive laboratorike. Një rast është zbuluar te një shpend i ngordhur në territorin e Shkupit, ndërsa rasti i dytë në territorin e Resnjës. Nga agjencia bëjnë të ditur se vetëm në periudhën nga 24 deri më 27 gusht kanë pranuar më shumë se 100 denoncime nga qytetarët për shpendët të ngordhur. Megjithatë, jo të gjithë shpendët e raportuar janë të përshtatshëm për marrjen e mostrave dhe testimin për virusin. Në periudhën nga 24 gusht 2026 deri më 27 gusht 2026 kanë bërritur më shumë se 100 denoncime nga qytetarët. Një pjesë e denoncimeve kanë të bëjnë me shpend të ngordhur, si harabela dhe lloje të tjera, të cilët nuk janë të përshtatshëm për testim për ethet e Nilit Perëndimor. Për këtë arsye, jo çdo denoncim mund të rezultojë me marrjen e mostrës dhe testimin laboratorik. Nga mostrat e testuara deri më tani janë marrë 2 rezultate pozitive laboratorike, një të shpendi i ngordhur i gjetur në territorin e Shkupit dhe një të shpendi i gjetur në territorin e Resnjës. Agjencia njofton se mbikëqyrja aktive do të zhvillohet në të gjithë territorin e vendit dhe do të përfshijë fermat e shpendeve për qëllime jo komerciale, shpendët që mbahen në kafaze ose hapësira të tjera të mbyllura, si dhe shpendët ujor në obore dhe ferma familjare. Kontrollet dhe testimet do të përfshijnë pula, gjela deti, fazan, thellëza, shkurtat dhe struc, por edhe lloje të ndryshme të shpendeve të egër, përfshirë patat, rosat, mjellmat, lejlekët, qafkat, skifteret, pulebardhat, laraskat, bufat, kormoranët dhe grabiqarët të tjerë. Agjencia apelon te qytetarët që të raportojnë shpendët e ngordhur, ndërsa vëmendje të veçantë duhet të kushtohet rasteve ku në të njëjtën zonë brenda një periudhe të shkurtër vërejtë një numër më i madh shpendesh të ngordhur. Me mbikëqyrje në kohë, testimin laboratorik dhe raportimin e shpejtë të rasteve të dyshimta, mundsohet ndërmarrja në kohë e masave për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe shëndetit publik. Agjencia u bën apel edhe rritësve të shpendeve që të respektojnë masat e biosigurisë edhe të kufizojnë kontaktin e shpendeve shtëpiak me shpendët e egër. Çdo ngordhje e shtuar ose e pazakon të shpendët duhet të raportohet më njëherë te veterineri zyrtar ose shoqëria veterinare kompetente.